Për një fjalë, largohet Greta Kazazi nga Big Brother VIP Albania 5, ndërsa personat që kanë bullizuar, kanë thyer dhe kanë denigruar vajzat që ndrojnë në shtëpi. Ky ishte njëri nga komentet më të shpeshta që qarkulloi pas largimit të Gretës nga Big Brother VIP Albania 5. Mirë po çfarë thot vet Greta pasi doli nga Big Brother VIP Albania? Në komentin e saj të parë pas daljes, Greta falenderon të gjithë ata që e kanë suportuar. Greta shkruan: "Faleminderit nga zemra për gjithë dashurinë dhe mbështetjen tuaj gjatë këtij rrugtimi. Edhe pse dalja ime nuk ishte në mënyrën më të mirë, emocionet e forta ndonjëherë e marrin kontrollin. Mirënjohje për çdo mesazh dhe për secilin prej jush që më keni qëndruar pranë." Por të shumt kanë qenë fansat e Gretës, të cilët janë dëshpëruar me këtë veprim të Big Brother VIP Albania dhe produksionit të tij, duke e larguar Gretën dhe duke mbajtur brenda njerëz, siç thon fansat e Gretës si Rogerti dhe të tjerët.